Edi Rama prezantoi me bujë se Shqipëria po ngre një industri të saj ushtarake, e cila do të jetë në gjendje të prodhojë për nevojat e veta dhe të eksportojë. Kjo industri ushtarake që ka ngritur Edi Rama nuk është gjë tjetër veç se një pol ekonomik që nuk ka si shtyllë bazike të saj shtetin shqiptar. Përkundrazi që në rrënjë, ringritja e industrisë ushtarake është konceptuar si në formën juridike, por edhe praktike si një PPP e re, por kësaj radhe e fshehur. Nëse në fillim të ardhjes së tij në pushtet Edi Rama u dha ofertë kompanive private shërbime jetike shtetërore, nëpërmjet financimit nga buxheti. Me industrinë ushtarake, kompanitë private janë pjesë e korporatave të kësaj industrie që do të marrin porosi e kontrata shumë milionëshe. Në rast se kjo kompani private e përfshirë në PPP disa vite më parë përfitonte një kontratë për shërbim publik, ajo ishte ekspozuar sipas ligjit për t'u hetuar tek transparenca dhe ligjshmëria e transaksioneve. Në rastin aktual të ndërtimit të polit ushtarak të industrisë, shtylla shtetërore është thjesht një parzmore ligjore ndaj kompanive private, që në realitet janë baza e funksionimit të këtyre kontratave që në shumicën e tyre do të jenë publike. Në vendet evropiane industria ushtarake është e diversifikuar. Vendet e fuqishme e me histori të pasur në këtë fushë veprojnë në një partneritet me korporatat e mëdha të kësaj industrie. Në Gjermani, Rheinmetall, një ekselencë gjermane në fushën e arsenaleve ushtarake, ka punuar me qindra vjet për llogaritë e shtetit, duke marrë porosit dhe furnizuar arsenalet e duhura. Ky partneritet është rikthyer fuqishëm me planin gjerman për armatim. Në Itali gjërat funksionojnë pak më ndryshe, si pasojë e themelimit të kësaj industrie, ku pjesën e luanit e kanë korporatat shtetërore, ndërkohë që vijojnë aktivitetin e tyre edhe brandet e njohura të industrisë private. Në Itali funksionon kompania publike Leonardo, që prodhon arsenal strategjik për ushtrinë, apo Fincantieri, që është një brand botëror në arsenalet e marinave luftarake, e cila prodhon me porosi për të gjithë botën. Nga ana tjetër ka emra të mëdhenj si Beretta, prodhuesi mitik i pistoletave dhe pushkëve automatike, që furnizon të gjithë botën me armë taktike luftarake, apo edhe Augusta, ekselenca helikopterëve, si dhe emra të tjerë, por korporatat publike funksionojnë si pasuri e shtetit dhe jo si kënde për të përfituar kontraktuesit apo marifetçinjt botëror të tregut, shumë të majm të arsenaleve luftarake. Ndërmarrja publike ushtarake Kajo nuk është gjë tjetër veç se një agjenci në varësi të kryeministrit, të cilën nuk e kontrollon askush, që nga emërimi i një drejtuesi problematik në krye të saj nga Edi Rama, deri te kontratat e dyshimta, të cilat gjithashtu vendosen nga një dorë. Një kompani publike ushtarake klasike në asnjë vend ku këto funksionojnë nuk është një zyrë e kryeministrit. Një kompani publike ushtarake funksionon në një bord, ku edhe zyra e kryeministrit mund të ketë një përfaqësues me rol vëzhguesi, por antarët e bordit janë përfaqësues të institucioneve të pavarura, të cilat nuk kanë interes, lidhje apo varësi nga politika e ditës. Në Itali, drejtuesit e korporatave publike të industrisë ushtarake kontrollohen nga parlamenti dhe komandat e forcave të armatosura, vendimet e të cilëve merren kolegjialisht dhe me përgjegjësi ligjore të përcaktuar. Industria ushtarake që po krijon Edi Rama nuk është klasike, siç ka qenë në kohën e komunizmit, kur Ministria e Mbrojtjes kishte në varësi dhe përgjegjësi uzinat dhe fabrikat e prodhimit të materialeve luftarake. Të gjitha pronat e industrisë luftarake, nga godinat e deri tek makineritë e pajisjet, ishin të shtetit, ndaj edhe prodhimi final ishte gjithashtu pronë e ushtrisë shqiptare. Ndërsa korporatat që po krijon Edi Rama në këtë fushë, vetëm terrenet, godinat, lehtësitë fiskale dhe mburojën ligjore i ka shtetërore. Të gjitha funksionet dhe pasojat që dalin nga këto janë kompani e korporata private, vendase e të huaja, kontratat e të cilave vendosen nga një dorë, pa pasur mundësinë e kontrollit publik dhe institucional. Përdorimi i buxheteve të mëdha shtetërore në prodhimin e arsenaleve ushtarake krijon të gjitha gjasat e ngritjes së një poli deviant të një oligarkie, e cila do të jetë edhe më e plot fuqishme se oligarkia financiare dhe ekonomike që funksionon në vend. Siç e tha edhe vetë Edi Rama në prezantimin e makinave taktike ushtarake nga një kompani private në joint venture me Kajon, nuk do të merremi më me tendera blerjesh. Kjo sepse nuk ka nevojë më për prokurime, nga që të gjitha porosit bëhen me detyrime përcaktim. Pra të gjitha kontratat kryen nga pakduar, që shumë shpejt do të funksionojnë si një lobi i ri me trafiqet e influencës që krijon në politik, mjedisin ekonomik e financiar, media e kudo.